Të nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus. Ndërhyrja e huaj në zgjedhjet në Shqipëri është flagrante. Pollet e organizuar nga televizionet Kraut-Majt, të cilët nxjerrin rezultate që Rama pëlqen të dalin ashtu siç thonë ata dhe si porosit ai, janë një shkelje e vullnetit të votuesve. Nuk mund të realizosh një poll duke pasur qendrën në Itali apo edhe këtu në Amerikë. Pa treguar mënyrën se si e ke realizuar pollin, pa treguar, le të themi, sa përqind kanë qenë të pyetur nga socialistët, sa përqind nga demokratët, sa përqind janë femra, sa përqind janë meshkuj, sa përqind janë administrat, sa janë ushtri, sepse ti mund të bësh një poll duke marrë samplin me një vetë nga administrata. Dihet që fitues do të nxjerrë Ramën. Kush afron listat e votuesve? Që të kryesh një poll këtu në Amerikë, paguan për të marrë listat e votuesve, republikan, demokrat, nga të dhënat shtetërore. Dihet loja e patronazhistëve në Shqipëri dhe ky lloj anketimi, këto lloj pollësh ndikojnë për pesimizmin e një grupi votuesish dhe entuziazmin fals nga grupi tjetër. Pra, deri në Amerikë, të trembur nga pollet, të cilat e nxjerrin 20% poshtë PD-n, që s'ka sesi, arrin që të bëjnë propozime që Berisha të largohet, të vendosë një qyteri, tani që është 2 javë përpara zgjedhjeve. Kur realitetin askush nuk e di, Rama vetë në fillim ka thënë 94, ka shkuar 84, tani thotë që 71 kemi të sigurt. Sistemi zgjedhor është i tillë që favorizon Partinë Socialiste, hyn në zgjedhje me disa mandate të marrë që në tavolinë. Pra pa pasur 50% votuesve, mund të ketë teknikisht ose teorikisht. Kodi zgjedhor duhet ndryshojë. Duhet kishte ndryshuar me kohë. Nuk e kuptoj pse nuk ka ndryshuar. E kam thënë këtu në Focus TV, kam pasur telefonata sepse ngatrohen tek lista me shumë emra, lista e Tiranës ka. Dhe ata që hiqen si filozofë të mëdhej, më janë përgjigjur në Facebook që nuk ka asgjë, nuk është e komplikuar, dhe njëri nga Italia tha, zotëri në Itali, nuk ka listë tek fleta votimit me 100 kandidat. Përpara se ty shte kotuje votimit, është lista e kandidatëve të partisë tënde, dhe ti me shkrim dore, shkruan emrin që do. Sepse kjo do të ndalon të ish ministrin e Ramës, Celi Bashi, për shembull unë vë kryq, le të them Salvador Kaçaj të PD-ja. Kaq. Ai tjetri mund të shtoj kryqe njeriu Celi Bashit, e bën pavlefshme. Kur e shkruan vetë, është tjetër gjë. Pastaj përse Shqipëria do të jetë ndarë me 12 zona. Një nonsens tjetër. Sistemi më i mirë është ai magjoritar. Por problemi ishte se futen kriminalët në parlament, po kriminalët përsëri Rama po na e fut edhe me këtë listë. Përse një grup do të jenë listat sigurta dhe një grup do të kacafyten midis tyre. Okej, të ka futur Berisha në listë sigurt. Janë shumë. Le të supozojmë se PD-ja humbet. Përse du të jenë parlament të atë listëve të sigurta? Do të japin ndërheqjen. Ose kundërta, nëse fitojnë, detyrën qeveri. Pra, ajo që ma bitem shumë ishte polli John McLaughlin këtu, i cili ka pasur klient zotin Trump. Zoti Trump pranon vetëm ato pollet që nxjerrin fitueset. Nuk është se ka ndonjë kredibilitet masiv në SBA. Do të gjej një pjesë të interviste që ka pasur me Bill O'Reilly, mikun e Focus, për të treguar se si funksionon kjo. Por nga Amerika, pas zbatuar atë qasje shkencore që bëhet këtu, nuk mund të nxjerrësh një rezultat. 49% nuk ka shans në asnjë vend lindor të jetë një parti. Nuk ka. Edhe këto partitë e vogla, sado fantazma të quajnë, kanë përqindje. Edhe opozita 600.000 vota mori pa vull pa emër. Pra, teknikisht duhet jetë më shumë se PS-ja. Nuk kam poll ta them,
por nga telefonatat bëra nga Fokus, këtu në diaspor, PD-ja është fituesi. PD-ja ka marrë si konsulent, kryetar fushatë nuk e di se si, ish bashk menaxheri në fushatës reklamave, fushatës Trump. Nga ajo që shikoj Berisha nuk ka nevojë që t'ia drejtoj fushatën dikush, por në aspektin e imazhit është një lëvizje e zgjuar kur Rama është orvatur vetë të ketë pjesë nga ata që bën fushat në Trump. Jo më kot peshkuan ato që i quajnë si Paul Agion, Paul Masters në të zotit Trump. Ai ka pasur shumë klient, por në faqen e tij internet nuk përmend Shqipërinë. Kjo më habit. Një lajm që gëzon çdo vend evropian të vogël dhe në Ballkan, në Shqipëri, të atyre që orvatën që dia thënë mbi pushtet është reforma drastike që do të kryhet në Departamentin Amerikan të Shtetit.